për parkim nga ora 05 dhe bllokim të qarkullimit nga ora 11 deri në 13:30 në interarin e garës si më poshtë. Kjo përfshin rrugën Nanisja deri në ndarjet e qytetit. Ka të bëjë me rrugën 9 Marsi, rruga Ignatia, segmentin nga rreth rrotullimi i Kishës Ortodokse deri te rruga Taulantia Otelarvi, Torre Veneciane, bulevardi Epidam, sheshi Iliria, rruga Aleksandër Goga, deri te mazolumi i dëshmorëve, rruga Dëshmorëve, rruga Adria, rruga Urre dhe Lajt, rruga Pavarësia, kanali Kavalishencës, rruga e Re e Portit. Pra këto janë akset rrugore të cilët kanë bërë brenda bashkisë Durrës, se të cilët janë kufizuar nga ora 11 deri në 13:30. Bllokimi i rrugëve interurbane për etapën e parë, pra të datës 9, ka të bëjë me bllokimin e aksit rrugor Plepa, Bishti Zhurit, Peqin, Bardashesh, Gracen, nga ora 11:30 deri në 15:30. Ky është aksi në këto ora të bllokuar, por do të sqaroj që mbasi kalon gara, rruga hapet për përdoruesit e rrugës, por gjithmonë në sensin që është garusit, jo përballë. Bllokimi i akseve rrugore urbane në Tiranë, po të etapës parë. Dhe këtu është ndalimi i qarkullimit 2 orë para kalimit garuze në të gjithë itinerarin e etapës. Bllokimi fillon nga ora 13:00 deri në 18:00 në të gjithë itinerarin e kësaj etape. Dhe përfshin rrugën Fshati Gracen deri te rrethullimi i Tegut, rrethullimi i Tegut deri te rrethullimi i Santoriumit, rruga Elbasanit, rruga Baramsuri, Ali Shefqeti, Aledin Frashëri, rruga e Zhekrit, Muhamet Deliu deri te rrethullimi i Freskut. Rruga Sotir Çaçi, Xhafi Zekeko, rruga Arkitekt Kasemi, Jean d'Arc, dëshmorët e kombit, rruga në brendësi të Gardës Republikës, segmenti i rrugës mbrapa Pallit Kulturës, rruga katër dëshmorët e katër shkurtit. Ky është aksi që përfshin itinerarin e Tiranës. Do të sqarojmë pak blloqet e banimit të cilët kanë akses të kufizuar në këtë datë, pra datës 9/5. Pjesë e banimit në rrugën lidhëse në rrugën Papa Gjon Pali 2 nuk kanë akses për të dalë pas orës 13 deri në 18. Rrugët janë Andrevi Shima, Asim Zeneli, Themisokoli Gërmeni, Ismail Qemali, Mustafa Motoiti, Jul Varibova dhe Fatmira Xhiu. Zona e Pazarit të Ri, Hoxha Tasim nuk kanë akses për të lidhur me bulevardin Jean d'Arc, por kanë akses vetëm në rrugën e Dibrës, Farmacia 10 dhe dalin në autostradën lindore. Zona e qytetit Studentit, Higjena, Shkolla e Baletit, Ish Tregu Elektrik, Ali Demi kanë akses për dalë në rrugën Pasho Hysa dhe në rrugën Pjetër Budi, që kanë akses me rrugën Agush Gjeqevica, e cila ka dalin në unazën lindore. Zona e Kodrës Priftit nuk ka akses për të dalë nga perimetri mbas bllokimit të aksit rrugor, pra nga ora 18 deri në 18. Zona e Tiranës së Re dhe bloku kanë dalin në rrugën Kristo Luarasi, Diga e Liçenit dhe dalin në Selit. Zona e rrugës së Myslimshyrit, rruga e Kavajës do të kenë akses dali për në rrugën e ambasadave në drejtim të bulevardit Zogu Par dhe rruga Minepeza. Etapa e dytë është etapa që quhet Tiranë-Tiranë, është etapë kronometrike dhe zhvillohet në datën 10/5/2025. Nga ora 08 deri në 11 do të ketë lëvizje të kufizuar dhe nuk do lejohen parkime në segmentet rrugore Zogu Ujzi dhe itinerari rruga e Durrësit, rruga Fortuzi, rruga Dervish Hadixhe, rruga Barikadeve, rruga mbas Pallit Kulturës. Kjo ka të bëjë me aksin rrugor që afrohen ekipet për të sheshë Skënderbej. Pra është vetëm e kufizuar. Ndalimi i qarkullimit ato mjete me parashtim të mjeteve të emergjencës dhe policisë së shtetit nga ora 10 deri në 18 të datës 10/5/2025 në gjithë itinerarin etapës 2, e cila përfshin nisje nga sheshi Skënderbej, rruga Urani Pano, Det Gjoluli, Ibrahim Rugova, dëshmorët e katër shkurtit, Gjeq Fishta, Mohamed Gjollesha, Bajram Suri, Ibrahim Rugova, Lek Dugagjini, Drevishima, rruga Elbasanit dhe rreth rrotullimi Saukut, Abdyl Frashi, bulevardi Zogu i Parë deri te rruga Fortuzi, rruga mbrapa Pallit Kulturës. Pra kjo ka të bëjë gjithë akset rrugore që përfshin itinerarin që u shfaq dhe monitor. Blloqet e banimit me akses të kufizuar në datën 10/5/2025 janë pjesë e banimit në rrugën lidhëse me rrugën Papa Gjon Pali 2, e cila nuk ka akses për dalë mbas orës 10 deri në 18. Rrugët përfshin Drevishima, Asim Zeneli, Themisokoli Gërmeni, Ismail Qemali, Mustafa Motoiti, Jul Varibova dhe Fatmira Xhiu. Bllokut e Ukrainë e Lirë nuk ka akses për dalë kjo në ora 10 deri në 18. Pra këto janë dy blloqet që kanë aksesin e kufizuar dhe kanë pamundur intervalin 10 deri në 18, pasi në atë interval do kalojnë gjithë garusit edhe është segment që rrethon këto dy blloqe. Orientimi i devimit trafikut për datën 10/5/2025. Zona e Pazarit të Ri, Axhim Hoxha Tasim nuk kanë akses për të lidhur me bulevardin Jean d'Arc, por kanë akses vetëm në rrugën Dibrës, Farmacia 10 dhe dalin në autostradën lindore, si dhe kalimin në rrugën Barikada. Pjesa e rrugës Kavajës dhe Myslimshyrit lidhet me zonën e Tiranës së Re vetëm nëpërmjet rrugës Dritan Hoxha për të kaluar në unazën e re dhe Nasjetës.
zona e qytetit studentit, Higjena, shkolla e baletit, ishtregu elektrik, Alidemi kanë akses për dalë në rrugën Pasho Hysa dhe rrugën Pjetër Buti, që kanë akses në rrugën Agush Gjeqevica, e cilat nxjerrin unazën lindore. Gjithashtu kanë akses për dalë në rrethin e Shkozës dhe zonën e Kotës Pritit. Etapa e tretë ka të bëjë me etapën Vlorë-Vlorë, e cila zhvillohet në datën 11/5/2025. Dhe në këtë etapë, kufizimet fillojnë një natë më parë në datën 10/5/2025. Ndalimi i parkimit të mjeteve në sheshin e madh para fillimi i llogamarrjes duke filluar nga ora 15 dhe përfundon në 18 të datës 11/5/2024. Ndalohet parkimi në fushën e shkollës Marinës duke filluar nga ora 15 të datës 10 dhe përfundon në ora 17 të datës 11. Ndalohet parkimi i mjeteve nga ora 14 të datës 10 deri në orën 23 të datës 11 në rrugën Valentin Kollozi, Anita Bitri. Këtu do bëhet devimi nëpërmjet bulevardit Gjergj Kasioti, hasi rrethi skelës kryqëzimi Aleksandris, devimi në rrugën Kosova dhe Pelat Rexhepi, rruga Pelat Rexhepi dhe aksi Bolvoil, kryqëzimi Unazës. Ndalimi i parkimeve të mjeteve në datën 10 ora 22 dhe në orën 23 të datës 11 në rrugën Eredina Xhire dhe aksi kryqëzimi rrugës Onufri me kryqëzimin Bulevardi. Devimi është rruga Pilo Bregu dhe Fiqerete Musta. Në datën 11/5 që zhvillohet dhe gara, ndalohet parkimi dhe qëndrimi i mjeteve në aksin Sheshi Madh, kryqëzimi i rrugës Shaban Demire nga ora 5:00 deri në orën 15 dhe qarkullimi duke filluar nga ora 07 deri në 14:15. Ndalohet qarkullimi i mjeteve dhe këmbësorëve nga rapi lungomare, bulevardi kryesor Ismail Qemali, rruga e re, Pusi Nizinit, nga ora 11 deri në orën 13:30. Alternativ do të jetë rruga e Centrales, Zenel Mura dhe rruga Transballkanike. Nga ora 11 deri në 14 dhe 15 deri në 19:30 do të jenë bllokuar rruga Rapi Lungomare Bulevard, kryesor Ismail Qemali deri në shkolla Alidemi. Rruta aksesueshme do të jenë për ato që përmendëm më lart. Për të shkuar në portin e Vlorës, do të përdoret rruga Transballkanike, e cila do të jetë aksesueshme gjatë gjithë kohës nga mjetët dhe personat. Po kështu dhe rrugët që çojnë në spital janë të aksesueshme, rruga Transballkanike, shtëpia oficerëve Kapela në drejtim të Spitalit Rajonal të Vlorës, pjesa tjetër e qytetit nga Pusi Muzinit, rruga e re Kapela në drejtim të Spitalit Rajonal dhe u ftohet centrale fabrika e çimendës nëpërmjet Kusbabas, Bashkia Vlorë, që të çon në Spitalin Rajonal. Pra këto janë akset rrugore që të çojnë në spital për çdo rast emergjent. Bllokimi i rrugëve interurbane ka të bëjë kryesisht me aksin rrugor Lumi Vlorës dhe Bregu. Për akses nga Vlora në drejtim të fshatarëve të Lumit Vlorës, mund të përdoret Lumi Vlorës deri në orën 11 dhe pas orës 14:30. Pasi ora 11 deri në 14:30, ky aks është i bllokuar për garusët. Për akses nga Qeparori në drejtim të fshatarëve të Lumit Vlorës dhe qytetin e Vlorës, mund të përdoret ky aks deri në 10:30 dhe mbas orës 15:45. Ky është aksi që janë garusit në këtë aks dhe në 10:30 deri në 15:45 është e pakalueshme nga qytetarët. Për akses nga drejtimi Vlori-Mar deri në Qeparo, aksi është i lirë deri në orën 12:30 dhe mbas orës 17:30. Rruga është e bllokuar dhe e paaksesueshme në këtë interval. Për akses nga aksi Qeparori-Mar-Vlorë, ky aks është i lirë në orat 13:30 dhe mbas orës 16. Në orat 13:30 dhe 16:30 është i paaksesueshëm nga qytetarët. Këto janë pak a shumë masat që kemi marrë ne bashkëpunim edhe me bashkitë përkatëse, me policitë bashkiake për të bërë mbylljen e bllokimit të këtyre akseve rrugore, të cilat do përdoren për itinerarin e 3 etapave të para të Xhiro Italis. Këto kanë për qëllim të garantojnë sigurinë rrugore, mbarvajtjen e rrugës dhe minimizimin e ndikimit të lëvizjes qytetarëve dhe të mjeteve. Policia e shtetit i bën thirrje të gjithë qytetarëve që të respektojnë sinjalistikën dhe udhëzimet e punonjësve të policisë, të shmangin lëvizjet me mjetet në zonat e prekura gjatë kohës së zhvillimit të garës dhe të ndjekin informacionin zyrtar, duke falendëruar publikun për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin gjatë kësaj gare të shumë të rëndësishme sportive. Me zotin Qato ishim